Kush e ka pas sot fjalimin e Edi Ramës përballë deputetëve të Partisë Socialiste dhe ministrave dhe funksionarëve të tjerë, ata që kanë memorie, duhet të kenë pa ngjashmërinë e frikshme mes fjalimit të tij sot me fjalimin e Muammar Gaddafit para ngordhjes politike dhe me fjalimin e Slobodan Miloševićit. Janë identike. Unë i kam marrë ca pasazhe për t'i bëj një krahasim, për ta kuptuar shqiptarët se ky sot ishte fjalimi i funeralit politik të vetvetes së Edi Ramës. Sot Edi Rama kishte mbledh deputetët, ministrat, pra siç e tham, njerëzit më të shkret sot në Shqipëri ishin njerëzit që ishin në një sallë me Edi Ramën, që e dëgjonin të hutuar, kokulur, disa edhe me adhurim, këto zeshinerat e këto belindat, por fjalimi i tij nga fillimi në fund, ai shuhet për oratori, po sot fatkeqësisht më duket i kishën ngec në dorë fjalimin e Miloševićit dhe të Muammar Gaddafit. Do t'i krahasoj, sepse sot është një nga protestat më të mëdha që është mbajt ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, është e paprecedent, protesta që po mbahet sot. Qindra mijëra shqiptar nga diaspora janë dynt në rrugët e Shqipërisë dhe në rrugët e Tiranës dhe kërkojnë largimin nga pushteti të një autokrati, të një manipulatori, të një plaçkitësi dhe të një anti-shqiptari për shpopullimin që i ka kriju Shqipërisë. Ata që i përzuri i janë kthy sot në sheshet dhe rrugët e Tiranës. Dhe ky ishte edhe fjalimi, thelbi fjalimi i tij, sulmi i Ramës sot ishte ndaj të vetëve për t'i friksu, për t'i tremb që mos guxojnë kush të ngrejnë kokën. Ishte ndaj opozitës, historie e njohur që e bën vazhdimisht në gjithë këto vite, ishte ndaj protestuesve, edhe ishte ndaj disidentëve që i quaj, si në rastin konkret që përmendi Fatos Lubonjën. Sepse Fatos Lubonja thot që ky duhet t'jap llogari për pislliqet që ka bërë. Nuk e kujtojnë shumë njerëz, po për ta kujtuar, ju pastaj futuni vetë, konsultojeni këto gjëra në Google e në internet ku doni. Në vitin 2011, kur Libia ishte pushtuar nga protestat, një lloj si sot Tirana, Shqipëria dhe sheshet kryesore të Europës, ku banojnë edhe jetojnë shqiptar, Muammar Gaddafi mbajti një fjalim drejtuar popullit gati identik me fjalimin e Edi Ramës sot. Po të njëjtën gjë ka bë edhe Miloševići pas zgjedhjeve presidenciale të shtatorit 2000 dhe protestave masive që e pasuan pasi vodhi zgjedhjet. Grabiti zgjedhjet, kishte humbur Kosovën, i vodhi zgjedhjet në Serbi dhe serbët, populli serb u ngrit në protesta masive identike si Edi Rama pasi ka grabit zgjedhjet e 11 majit të vitit të kaluar. Gaddafi në fjalimin e famshëm, unë e kam thënë shpesh juve që ky me këta krahasohet me këta diktatorët e Afrikës, me këta kështu, por çuditi që kishte ngjashmëri, po gjeta ngjashmëri edhe me Miloševićin. Thoshte Miloševići te fjalimi i kohës atëherë. Unë s'jam president, thoshte, sepse nga se do jap dorëheqje, s'kam nga sa jap dorëheqje. Edi Rama sot thoshte, unë nuk e lëshoj timonin se bëhet zhurmë për jashta. Do luftoj deri në pikën e fundit gjakut, thoshte Muammar Gaddafi në fjalimin e vet famshëm. Do vdes si martir mbi këtë tokë, se do të prekte ndjenjat e nacionalizmave. Dhe më e rëndësishmja në fjalimin e vitit 2011 të Muammar Gaddafit është
është një sekond sa kthej pak përgjigje. Thoshte që identik si Rama sot, që fliste për algoritmi, se do ndalemi çik më gjatë ke algoritmi. Ata që protestojnë janë manipuluar dhe janë të droguar. Njëjtën gjë thotë Edi Rama sot për protestuesit, për qindra mijëra shqiptar që kërkojnë dorëheqjen e tij, i qunë dembela, i qunë njerëz të manipuluar, i qunë njerëz të paditur, i qunë njerëz fyn ato gocat e Instagramit, e këto blogeret që janë një nga faktorët kyç që po i mbledh protestuesit. Foli për oligarki ndërkombëtare, ai është duke ju afruar asaj që them unë, sulmit ndaj Sorosit. Pra është në pragun e sulmit ndaj shpërthimit ndaj Sorosit, sepse tani është në qendër të vëmendjes Sorosit, që ja nisi i pari luftën, por do bjerë edhe në qendër të vëmendjes të Trumpit, cilin e keni parë që vetëm ditët e fundit e ka bë cop këtë debilen që qeveris Italin, që u nis si fashiste edhe ka përfunduar si lëng mishi i liberalëve. Edhe e paci e ka shpërfytyruar Trumpi. Pra thelbi i fjalimit Gaddafit mohonte se po përballej me një revolt, një lloj si Edi Rama sot që nuk e pranon që ka revolt, deri aty sa thoshte që ato makinat nga 7 veta mrena, 5 vend që nga 7 veta mrena, ky thoshte kanë vetëm shoferin brenda. Nuk e pranon që është ngrit popullin këmbë, është jashtë realitetit. Pra nuk egoja e tij sot pranon vetëm veten e vet, gjërat i di. Ky shërbëtorët që kishte përballë në sallë, deputetët e Partisë Socialiste, rrohen kështu si gojë hapur. Po ta keni pa Mirela Kumbaron e kapi një herë kamera kështu. Sigurisht ai mahnit, aty Sara Milen mahnit, Zeqin e Caushin mahnit, lloj derdimeni. Edhe hipokrite si Delina Ibrahimaja, si e ka ajo, që po dhe sikur qante, sikur mallëngjehej nga fjalimi i Ramës, ftyrat që ka kap kamera sot, ai ka kap në mënyrë të kontrolluar. Majni men ato ftyra, se do mbeten gjatë në histori si ftyrat më të poshtra që nuk kanë reaguar dhe nuk janë përgjigj reaksionit të popullit. Edhe Erion Braçe që po dhe si miush, kur ky e përmente se gjoja më ke nxjerrë ke gazeta Zëri i Popullit, nuk ja kapi ftyrën sot Elisa Spiropalit, vetëm se e sulmoi. Qa marrëveshje kombëtare kërkon, ma nxjerr marrëveshjen kombëtare, kujton çfarë thoshte, pra për platformën që i pati shpall Elisa Spiropali, sigurisht edhe ajo ka frikë që të ngrihet, ti kundërvihet, sepse është e rrethuar me servil të Edi Ramës, me langaraq, cilët si po bëre një lëvizje, shkojnë e spionojnë direkt edhe me ta fut. Domethënë, pranaj është e vështirë dhe unë e kuptoj edhe ngurtësinë e lëvizjeve të Spiropalit, por shprehja ata janë të droguar, ata janë të manipuluar, është e Muammar Gaddafit, populli do dhe është me mua, thoshte Muammar Gaddafi ja këtu. Populli më do, thoshte, dhe populli është me mua, të njëjtën gjë që thotë Edi Rama, 800.000 shqiptar, 800.000 shqiptar. Dhe refuzon të largohet nga pushteti. Të njëjtën gjë bënte Miloševići në vitin 2000, pasi kishte grabit zgjedhjen në Serbi, kishte humbur edhe Kosovën me luftë çlirimtare të UÇK-s dhe me bombardimin e famshëm të NATO-s. Dhe qytetarët serb dolën në rrugë siç kanë dalë sot kundër Vučićit, siç kanë dalë në Tiranë shqiptarët kundër Edi Ramës. Njëjtën gjë bënte Miloševići, akuzonte faktorët e jashtëm se po ja ngrejnë protestën. I paraqiste protestuesit si të manipuluar. Pretendonte se vetëm unë e mbroj stabilitetin e vendit. Dohon vetëm unë jam faktori që e ruaj stabilitetin e vendit. Refuzon të pranojnë realitetin politik deri në momentet e fundit të pushtetit.
Pra shfaqja që ka bëjë Edi Rama sot është shfaqje identike me si vëllezërit e vet, Muammar Gaddafin e Libis dhe Miloševićin e Serbis. Jo më kot kam marrë këta, se ka dhe diktatorë tjerë që kanë pas të njëjtën retorik, po për të kuptuar shqiptarët, për të kuptuar socialistët se në çfarë faze është lideri i tyre, për të kuptuar ndoshta edhe mirë kuptuar disa nga deputetët e Partisë Socialiste që janë kundër ti, e lexojnë realitetin se çfarë po ndodh, janë me qytetarët, por kanë frikë. Kanë frikë sepse ai i ka implikuar në afera, plus kanë frikë sepse ja njohin fuqinë se çfarë kontrolli ka ky njeri mbi shtetin. Ata nuk kuptojnë vetëm një gjë, që në këtë fazë që është Shqipëria sot, në këtë revolt masive, askush nuk e ka më frikë shtetin. Askush nuk e ka më frikë policinë e tij. Sepse janë shumë, janë ngritë gjithë, i madh dhe i vogël. Pra nuk e ka kurkush frikë Edi Ramës sot. Dhe kjo është frika e tij më e madhe, e bënte në konferencë. Kush e ka pa atë fjalimin e tij diktatorial, fjalim funerali politik i vetvetes, gjithë kohën bënte po tjetë trim, nuk i mahet fryma ashtu. Pa i ka qenë trim, është tallë me gjithë këta njerëz ka 14 vjet. Ai sot fliste për like e Facebooku, për share edhe për algoritëm. Po a ka fliqësi më të madhe, a ka poshtërsi më të madhe se të flas një njeri për cili nuk duhet të ketë mëshirë kurkush sot, mëshirë politike po them, i cili ka manipuluar dhe ka qeverisë shqiptarët për 14 vjet me algoritëm, duke tallë trapin me ta me rrjetet sociale, me median e kontrolluar, me shërbëtorët e palaçot e vet mediatik që i nxjerr natë për natë në ekranet e Shqipërisë dhe i paguan me parat e vjedhura të shqiptarëve, dhe ndërtoi një realitet paralel. Shqipëria është rast unikal në Europë që është qeverisë për 14 vjet përmes algoritmit, pra përmes manipulimit të opinionit publik. Sepse si shtet, Shqipëria u shkatru këto vite. Ju inkriminu policia, policë që i bëjnë rojën e drogës, ju degeneru administrata publike, e pa aftë, mediokre, ignorante, hajdute. Ju grabitën pronat dhe pasurit publike, Bregdeti, malet, fushat ku ka pas prona publike, i ka shpla Edi Rama me klientët e vetë. Shteti është bë njësh me mafia ndërkombëtare dhe atë vendase, me bandat caktojnë deputetët. Aq sa ua ka imponu edhe partive tjera, thonë shiko se duhet me u lidh me bandat se ndryshe nuk mundet ky. Pra ky është modeli i algoritmit që ka kriju Edi Rama në 14 vjet në pushtet në Shqipëri dhe kurkush nuk duhet ta ketë frikë këtë njeri. E kam fjalën këtu se populli nuk e ka frikë më atë, e kam fjalët për deputetët e Partisë Socialiste sepse përmes jush do kalojnë çlirimi i Shqipërisë nga ky diktator, nga ky Gaddaf, nga ky Milošević. Rama mohoi sot Arubën edhe sulmonte Fatos Lubonjën me poshtërsinë më të madhe se ja ka fajin Fatos Lubonja këtij, që ka shku dhe ka çu më këmbësin e vet Angela Gaçin e të tjerë në takimet e mafjas. Të gjitha këto i thoshte se po mi kurdisin. Mi kanë bë kështu dhe ato duket sikur të janë të vërteta, po ato s'janë të vërteta, pra gjithë kohën ja vinte fajin dikujt tjetër. Oligarkët ndërkombëtar thoshte, po fitojnë oligarkët për kë thoshte, për Mark Zuckerbergun? Apo thot për Sorosin, po s'ja ma me ndera ta përmend me emër akoma Soros. Se ja ka fut këmbët me këpuc, e ka rrethu. Ashtu si që mbështeti, një krijesë mediatike, një krijesë që është prodhu vetëm përmes medias, edhe Fatos Lubonja, që shan ky sot, ka kontribut parsor për ngritjen e këtij maskarajin pushtet. Sepse e lavdronte, e qunte moderator, e qunte njëri ndryshe, e qunte të emancipuar, e qunte vizionar,
Fatos Luboja, fatmirësisht është kthjellu shumë ma herët se gjithë njerëzit e tjerë intelektual në Shqipëri. Fatos Luboja është kthjellu nga të parët, por është e pamohueshme kontributi që ka ai për të ngritë këtë maskara në karrigen më të lartë të pushtetit të Republikës së Shqipërisë. Kështu që ky është Edi Rama. Siç thoshte Miloševiqi, forcat e huaja po përpiqen të ndikojnë zhvillimet politike këtu. Këtë thot ky Irani, i kam skanun ato tha, sot. I kam rregullu, tha, i kam gjetë ato të Iranit. Ky tregon që ky përgjon të gjithë shoqërinë. Se ku e di ky, se si ka hy kush ku. Por ky ka një mekanizëm përgjimi të gjithë shoqërisë shqiptare në bashkëpunim me Altin Dumanin e Spakut, cilin e ka përdorur si lodër personale. Për kundërshtarët tha janë sorra. Kur thoshte për kundërshtarët janë sorra, ai nuk e kishte për Sali Berisha. Nuk e kishte për opozitën, si dhe mani me si thoshte Berisha, si thoshte Bufi, kjo, ajo, këneta, kjo. Nuk tha. Përmendi emrin më të afërt sinonim, ose emrin më të përafërt me Sorosin. Sorosi, Sorra, filloi. Kështu që kemi dalë në fushën e algoritmit, thoshte. Fokusi nuk është përmbajtja, por të mënyra se si ajo po e përmban në publik. Thoshte që Aruba nuk ka ndodhur, por e kanë bë algoritmi që ta besoj njerëzit që kanë ndodhur. Po mirë më, po fyrjen, po shtrimin që u bëri shqiptarëve të veriut të Shqipërisë, që i përmente në mënyrë dialektore, drogagji, më thonë drogagji, thoshte. Kush ja bëri? Algoritmi ja bëri këti? Fyrje dhe po shtrim më të madh se kjo për zonat e veriut nuk ka, cilat i ka shpopullu, i ka vjedh, i ka masakru, i ka vu në thundrën e bandave, si që ka vu Shkodrën prej Benet Becit, dhe del edhe i tall edhe i përqesh. Ky është një Gaddafi identik si Muammar Gaddafi i Libis. Ashtu si fjalimet e fundit, Gaddafit, edhe Muammar Gaddafit e Slobodan Miloševiqit, edhe retorika sot, që unë po e quaj fjalimi i funeralit të vetvetes politike, i funeralit politik të vetvetes, Edi Rama e ka mbajt sot. Si do që të shkojnë punët. Unë e kam thënë që ditën e parë që është ngrit kjo protest, kjo do zgjidhet në mënyrë institucionale. Por ai e di cilët janë rrugët, o do dal Partia Socialiste do ngrihet në lartësinë e duhur që e kërkojnë qytetarët dhe që e kërkojnë socialistët e zakonshëm, ose këti, ai që i ka kurdis Sorra, që i ka kurdis revolucionin për ta shpor, sa pa u përfshi akoma Donald Trumpi në loj, sa e bo cop, si që po bo Meloni, nuk është ka që i fshet e ka që i strukturum sa ja nisi Soros i këti, se sa ta marrë vesh edhe ai që i ka bo Leck, emrin ati në për gjitha media ndërkombëtare, i ka përfshi familjen me mafian e me gjitha me investime me mafian. Ky është një fund që nuk duhet t'i vi keq kujt, as një socialisti, as një bashkëpunëtor i tij nuk duhet t'i vinë keq, sepse ky njeri duhet bëhet shembull. Unë e kam thënë dhe herë tjera, nëse ka bo shkelje ta dënojnë drejtësia, nëse s'ka bo, let jetojnë, let merret me letërsi, let shkruajnë libra, të bëjnë çfarë i doj kokra e shefit. Por njeri që e ka qeveris më keq, që e ka plaçkit këtë vend, që e ka shpopullu këtë vend, që e ka shpërfytyru këtë vend, siç e ka shpërfytyru, shpopullu, plaçkit Edi Rama, nuk ka pas në historinë e Shqipërisë kurrë. Edhe për këtë, ai meriton që t'ik me turp edhe të bëhet shembull. Të bëhet një shembull për ata që do vinë mras. Sepse çdo njeri që i vjen pushtet në fillim, kështu ka ardhur në ky.
idera të mira, me kujton me ndonjë farë qëllimi për të bërë diçka të mirë, por sa ulet në karriget e pushtetit bëhet Gaddafi, bëhet Milošević. Që kjo duhet marrë fund një herë e mirë në Shqipëri, dhe ky është rasti që ky duhet zhduk në mënyrë ekzemplare dhe duhet bërë shembull. Qofse Partia Socialiste nuk do i ngrihet, këtij do i dalë spaku, do t'i hajnë kokën. Krijesa e dytë e veta. Krijesa e parë e veta që i hangri kokën është algoritmi, sepse është krijesë mediatike nga fillimi në fund. Është një njeri që ka qeverisë në një realitet virtual, pra me algoritëm, duke manipulu situatën, duke mashtru njerëzit. Kështu ka qeverisë Edi Rama për 14 vjet me algoritëm. Kjo sot i ka rënë, e pranoi dhe vetë, e tha dhe vetë, sot është viktim e algoritmit që e polli. Në rast se nuk do kenë guxim deputetët e Partisë Socialiste që rrihen si skutha sot aty, ca janë hajduc, ca janë të ndershëm, ca janë ignorant aty, nëse nuk do e bëjnë ata, do t'ja hajnë krijesa e dytë kokën, krijesa e vet spaku, dhe me 99% do t'ja vënë dorë Altin Dumani, ta kërkojnë Altin Dumani arrestimin e tij në detyrë. Këtu do jemi edhe do e shohim se çfarë fundit turpshëm ka ky njeri. Ky s'ka mundësi më të korrigjohet, nuk ka çka korrigjon më se shqiptarët kanë dalë rrugëve dhe nuk e pranojnë më si kryeministër. Ky është një ngjarje madhështore për t'i thy hundët një palaçoje që ka mashtruar një popull të tërë, e ka tallë, e ka përçmu për 14 vjet me radhë. Sot, si Muammar Gaddafi në 2011, si Slobodan Miloševići në vitin 2000, mbajti fjalimin e funeralit vet politik.